A është thjesht lodhje apo diçka më shumë? Nëse ke vënë re rradh të zinj apo të errët poshtë syve, mos i injoro. Nuk janë gjithmonë rezultati një nate pa gjumë. Në fakt, ato mund të jenë një alarm i heshtur që trupi yt po të dërgon, një thirrje për ndihmë që nuk duhet neglizhuar. Në këtë video do të zbulojmë çfarë tregojnë vërtet rradhët poshtë syve për shëndetin tënd dhe cilat janë shenjat që mund të paralajmërojnë probleme serioze nga mungesa ushqimore te problemet e veshkave me mëlçinë dhe jo vetëm kaq. Qëndro me ne sepse kjo është video që mund të ndryshojë jetën. Edhe pse shumica e njollave poshtë syve janë zakonisht shenja të çështjeve të përkohshme si mungesa e gjumit apo procese të natyrshme që lidhen me plakjen, ato mund të jenë gjithashtu një sinjal paralajmërues që trupi yt po përpiqet t'ju japë. Në mënyrë të veçantë, kur këto shqetësime poshtë syve fillon të përkeqësohen me kalimin e kohës apo nuk zhduken, pavarësisht pushimit apo kujdesit, kjo mund të jetë një shenjë se diçka më e thellë dhe më serioze po ndodh në organizmin tuaj. Por përpara se të shqetësoheni apo të krijoni panik të panevojshëm, le të shqyrtojmë të gjitha shkaqet e mundshme për të kuptuar më qartë se çfarë shihet pas tyre dhe për të përjashtuar çdo dyshim të panevojshëm. Ndonjëherë, rradhët e errët dhe të fryrë poshtë syve mund të jenë gjenetike, ndoshta dhe prindërit tuaj kanë patur të tillë, kështu që nuk ka asgjë alarmante. Mungesa e gjumit është një nga faktorët më kryesor. Nëse rri zgjuar natën vonë dhe nuk fle mjaftueshëm, atëherë, meqense kjo është pjesa më delikate e fytyrës, ajo është shumë sensitive dhe ndihet mjaft e lodhur. Nëse ti rri shumë në diell, rrezet e diellit e dëmtojnë. Zakonisht këtu shfaqen shenjat e para të plakës dhe ndonjëherë një nga këto shenja janë ngjyra dhe qeskat poshtë syve. Shumë njerëz sot po përballen gjithnjë më tepër me këtë dukuri. Një nga faktorët mund të jetë dhe qëndrimi për orë e orë të tërë përballë ekranit të kompjuterit apo celularit. Kjo shkakton tendosje të syve, të cilat më pas reflektohen me rradhë të zinj. Lëkura e hollë dhe enët e gjakut. Sa më e hollë të jetë lëkura juaj, aq më shumë do të duken enët e gjakut që ndodhen poshtë sipërfaqes së saj. Zona e ndjeshme poshtë syve, e njohur si zona periorbitale, ka një lëkurë veçanërisht të hollë, gjë që lejon valët blu apo vjollcë të dritës të depërtojnë më lehtësisht. Çfarë ndodh si pasojë? Enët e gjakut që ndodhen në lëkurë fillojnë të duken me një nuancë blu ose të errët. Kjo krijon përshtypjen e rradhëve të zinj apo të një ngjyrimi të errët në sy. Me kalimin e viteve, ndërsa plakemi, trupi ynë prodhon më pak kolagjen dhe lëkura e humb elasticitetin e saj natyral. Kjo e bën dhe më të dukshme atë që ndodhet poshtë sipërfaqes, pra enët e gjakut. Megjithatë, mos u shqetësoni. Ky efekt me nuanca blu poshtë syve është thjesht estetik dhe zakonisht nuk është shenjë e ndonjë problemi shëndetësor. Në shumicën e rasteve është një dukuri krejtësisht e zakonshme dhe jo për t'u alarmuar. Hiperpigmentimi në sy. Ndryshe nga lëkura e hollë dhe enët e dukshme të gjakut, hiperpigmentimi në sy mund të ketë shumë shkaqe të ndryshme. Ai mund të shfaqet si një mënyrë spontane, ashtu si dhe një pjesë e një procesi që përparon me kohën. Shkaqet më të zakonshme të hiperpigmentimit përfshijnë ekspozimin ndaj diellit, pigmentimi i trashëguar gjenetik, dermatiti alergjik, në të cilin futen reaksionet alergjike të lëkurës, edema, ëndje në sy, ndryshimet hormonale. Plakja natyrale. Një nga arsyet më të zakonshme për këtë errësim në sy mund të jetë rrjedhja e gjakut të oksiduar nga enët e gjakut përreth syve. Kjo ndodh kur qelizat e gjakut çlirojnë hemoglobinën që më pas shpërbëhet dhe oksidohet, duke shkaktuar një ngjyrë të errët në lëkurën poshtë syve. Si mund ta kuptoni nëse kjo po ndodh? Nëse përveç ngjyrës së errët vini re dhe enjtje edem në sy, atëherë ka gjasa që të jeni përballë kësaj gjendje. Ky kombinim i ngjyrimit dhe enjtjes është një tregues i qartë. Lajmi i mirë është se zakonisht kjo gjendje nuk është e rrezikshme për shëndetin tuaj. Në shumë raste ajo mund të përmirësohet ndjeshëm përmes ndryshimit të stilit të jetesës, dietës së shëndetshme, gjumit të mjaftueshëm, shmangjes së stresit dhe përdorimin e kremrave mbrojtës ndaj diellit.
Këto janë disa nga mënyrat për të trajtuar këtë problem në mënyrë natyrale dhe efektive. Qeset nën sy. Ëndja nën sy, e njohur zakonisht si qeset, është një dukuri mjaft e zakonshme që mund të shfaqet në çdo moshë. Kur jemi të ri, këto qese zakonisht lidhen me reagime alergjike, ose sëmundje të përkohshme, ose grumbullimin e tepërt të lëngjeve në trup. Por me kalimin e viteve, trupi ynë pëson ndryshime natyrale dhe graviteti fillon të ndikojë më shumë në indet e kolagjenit që ndodhen në lëkurën e hollë të syve. Si pasojë, kjo lëkurë delikate humbet elasticitetin, fillon të varet dhe mund të krijojë një ind dhjamor. Shpesh kemi prirjen të fajsojmë mungesën e gjumit për shfaqjen apo rritjen e madhësisë së qeseve nën sy. Por e vërteta është se deri më sot nuk ka ndonjë provë shkencore konkrete që vërteton një lidhje direkte shkak-pasojë mes mungesës së gjumit dhe krijimit të qeseve nën sy. Megjithatë, mungesa e gjumit mund ta përkeqësojë dukshëm ëndjen, veçanërisht në orët e para të mëngjesit, por nuk është shkaku kryesor. Nëse ngjyra e errët apo e ëndja nën sy zgjat për një kohë të gjatë apo përkeqësohet me kalimin e viteve, atëherë është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek. Mund të bëhet fjalë për probleme më të thella që kanë nevojë për një trajtim, siç janë çrregullime me veshka, probleme me qarkullimin e gjakut apo mungesa e vitaminave të caktuara. Qarkullimi i dobët i gjakut. Siç u përmend më lart, nxirjet apo qeset nën sy mund të lidhen edhe me faktorë shëndetësor, por ndër shkaqet më serioze që nuk duhet neglizhuar është qarkullimi i dobët i gjakut. Kur gjaku nuk qarkullon në mënyrë të rregullt dhe të efektshme nën trup, veçanërisht në zona më të ndjeshme siç është ajo poshtë syve, mund të ndodhë që pigmentimi të errësohet dhe zona të duket më e lodhur dhe më e fryrë. Një mënyrë e thjeshtë për të kontrolluar nëse rrathet e zi nën sy kanë të bëjnë me qarkullimin e ngadaltë të gjakut është kjo: shtypni lehtë me gisht sipër zonës ku ndodhen rrathet e errët. Nëse kur e largoni gishtin zona zbardhet për pak sekonda dhe më pas fillon të errësohet sërish, atëherë shumë gjasa është se problemi lidhet me qarkullimin e gjakut. Në këtë raste, duhet të keni kujdes me stilin e jetesës. Konsumoni ushqime që ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit, si frutat dhe perimet të pasura me antioksidant. Ushtroni rregullisht, shmangni qëndrimin për periudha të gjata në të njëjtin pozicion dhe siguroni që merrni mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Nëse problemet vazhdojnë, mos hezitoni të kërkoni këshill mjekësore. Intoleranca ushqimore. Rrathat e zi në sy mund të jenë rezultati i reaksioneve alergjike ose ndjeshmërisë së lartë ndaj disa ushqimeve. Kur trupi reagon ndaj një ushqimi që nuk e përballon mirë, mund të ndodhin shumë simptoma. Një ndër to është errësimi i zonës poshtë syve. Kjo ndodh sepse sistemi imunitar aktivizohet për të luftuar atë që e percepton si rrezik, duke shkaktuar inflamacion që mund të ndikojë edhe në pamjen e lëkurës rreth syve. Shkaktarët më të zakonshëm për këtë ndjeshmëri janë produktet e qumshtit, gluteni, soja, vezët, arrat, madje dhe konservuesit apo ngjyruesit që gjenden në shumë produkte të përpunuara. Nëse keni vënë re që rrathat e zi poshtë syve nuk po zhduken, pavarësisht pushimit të mjaftueshëm dhe hidratimit, mund të jetë koha të shqyrtoni ushqimet që konsumoni. Ka mbi 140 ushqime që dihet se mund të shkaktojnë alergji ose ndjeshmëri, dhe shpesh njerëzit nuk janë të vetëdijshëm që janë të ndjeshëm ndaj tyre. Në këto raste, një test për alergjitë ushqimore ose një dietë eliminimi e udhëhequr nga një dietolog mund të ndihmojë në identifikimin e shkaktarëve. Duke shmangur këto ushqime, jo vetëm që mund të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm, por edhe të largoni rrathat e errët që shpesh duken si lodhje e përhershme. Mungesë hekuri. Ndërsa rrathat nën sy nuk tregojnë domosdoshmërisht për mungesë hekuri, e njohur si anemi, nëse po përjeton simptoma të tjera si lodhje, ftohje të shpeshtë apo marrje mendsh së bashku dhe rreth nën sy, duhet të kontrollosh nivelet tuaja të hekurit me një analizë të plotë gjaku. Lidhja mes rrathave nën sy dhe mungesës së hekurit është në aftësinë e trupit tuaj për të transportuar oksigjenin në qelizat tuaja. Nëse nivelet tuaja të oksigjenit bien shumë poshtë, aftësia e trupit për të krijuar hemoglobin kompromentohet. Rezultati: diskolorimi i lëkurës nën sy,
për pasojë e mungesës së qarkullimit të gjakut. Rradhët e zi poshtë syve nuk janë një shqetësim estetik, ato mund të jenë dhe pasqyrë e shëndetit të brendshëm. Mos e neglizho atë që shen në pasqyrë. Ndoshta është momenti të pushosh më shumë, të ushqesh më mirë ose të bësh analizat që ke shtyr. Kujdesu për veten sepse askush nuk e njeh trupin tënd më mirë se ti vetë. Nëse e gjen të dobishme këtë video, mund ta ndash me dikë që ndoshta ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh sot. Dhe mos harro të lësh një koment. A ke vënë re ndonjë nga këto shenja në trupin tënd kohët e fundit? Abonohuni për më shumë video në kanalin ton. Ju falenderoj për kohën që na kushtuat.